Bamirësia ndaj prindërve pas vdekjes. Kur e kujtoni prindin tuaj pas vdekjes së tij, mendoni pak se me vdekjen e prindërve tuaj, ju po filloni një bamirësi të re, e cila është bamirësia pas vdekjes. Dhe kjo është një nga bamirësitë më të sinqerta, sepse bamirësia gjatë jetës mund të jetë nga mirësjellja, gjithashtu mund të jetë edhe formale, siç mund të jetë edhe për shkak të lavdërimit të babait ose të nënës. Por pas vdekjes së babait dhe nënës, nuk ju dëgjon dhe nuk ju sheh askush përveç Allahut. Prandaj bamirësia më e sinqertë dhe më e pastër është bamirësia pas vdekjes. Së dyti, për shkak të nevojës së madhe të prindërve tuaj, sepse atëherë prindrit tuaj kanë nevojë shumë më të madhe për bamirësi se sa bamirësia gjatë jetës së tyre. Sepse bamirësia gjatë jetës është bamirësi për realizimin e interesave të kësaj bote. Por kur ata të dy vdesin dhe largohen nga kjo botë, ka nevojë për mëshirë, se ata janë në varr, për të cilin askush përveç Allahut nuk e di se si është në të. Andaj, vetëm një sadaka nga ju dhe lutja që Allahu t'i mëshiroj, për ta ka shumë rëndësi. Ka shumë prindër që janë në errësirën e varrit, dhe Allahu ndriçon varrin nga mirësia e tij, pastaj edhe për shkak të lutjes së fëmijëve të tyre për ta. Ne kurrë nuk duhet të harrojmë se, me caktimin e Allahut të lartësuar, ata sa më shumë na kanë bërë neve bamirësi, na kanë edukuar, na kanë rritur, na kanë ushqyer, na kanë dhënë për të pirë, na kanë mësuar, na kanë orientuar, na kanë udhëzuar dhe sa shumë na kanë dashur. Pavarësisht se edhe nëse ndonjëherë prindrit tanë kanë mundur të na i mohojnë të drejtat tona, vetëm Allahu i lartësuar e di sasinë e dashurisë së tyre për neve, dhe është e papranueshme të harrohet bamirësia e atyre të dyve. Ai që i përmbush obligimet e veta ndaj prindërve të tij, atë do ta dojë Allahu, sepse Allahu e do bamirësinë dhe i do bamirësit. Prandaj le të përpiqemi të bëhemi fëmia më i mirë i prindërve tanë pas vdekjes së tyre. Le të përpiqemi sinqerisht, le t'i kujtojmë prindrit tanë në bamirësinë e tyre, sepse ndoshta prindi ynë ka vdekur dhe na ka lënë të mirat të kësaj dhe asaj bote. Nuk na ka lënë të varfër në këtë botë, na ka lënë me reputacion të mirë dhe na ka lënë shumë të mira. Pasha Allahun, e gjithë dynjaja nuk duhet jetë më e dashur për neve se sa ata. Me pasurinë e tyre, ne do ta fshijmë blotin e jetimit. Do t'u forcojmë zemrat atyre që kanë vështirësi dhe do ta presim shpërblimin nga Zoti ynë. Le të bëjmë sa më shumë sadaka të fshehta. Le të ndajmë sadaka për prindrit tanë errësirën e thellë të natës. Le të bëjmë lutje në sejdët tona dhe le ta shfrytëzojmë devotshmërinë tonë ndaj Zotit tonë në momentet kur lutja pranohet, në mes të ezanit dhe ikametit. Mos i harrojmë prindrit tanë, sepse ata tani në varr janë më të nevojshmit që mund të jenë. Le të afrohemi tek Allahu me këtë dynja, në të cilën ata që gjatë kanë bërë bamirësi për neve. Porosia ose amaneti i prindit nuk harrohet. Andaj ju këshilloj që të mos i harrojmë prindrit tanë. Njëri nga paraardhësit tanë të mirë ka thënë, kush e fal namazin dhe pastaj bën lutje për prindrit e tij, ai e ka falendëruar Allahun dhe i ka falendëruar edhe prindrit. Kush fal namaz dhe nuk i harron prindrit e tij në lutjet e namazit të tij, ai me atë namaz e ka falendëruar Allahun e plotfuqishëm, kurse me lutjen e tij ka falendëruar prindrit duke u lutur për ta. Me këtë lutje, duhet i përkushtohemi Zotit tonë, le t'i lutemi dhe le të kërkojmë mëshirë prej tij, sepse ai është më i mëshirshmi. Ne kemi lexuar në librin e Zotit tonë dhe në sunetin e pejgamberit të tij alayhis salam se Allahu është i mëshirshëm ndaj krijesave të tij. Andaj le të themi, o Zoti im, o ti që je më i mëshirshmi, ki mëshirë për prindrit e mi. Sepse pikërisht, këtë lutjen e ka mësuar Allahu në Kur'an duke thënë, o Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë edukuar kur isha unë i vogël. Surja Isra 24.